A është e lehtë plakesh në Shqipëri? Thuhet se koha kur duhet të shijosh jetën më tepër është koha e tërheqjes nga jeta aktive. Jo gjithmonë ndodh siç e dëshirojmë. Fëmijët që kanë emigruar, prindrit e pensionuar me probleme shëndetësore, apo familjet ku jetesa në të njëjtën çati është bërë e pamundur, po gjejnë gjithnjë më tepër azilin dhe shtëpitë e përkujdesjes si një zgjidhje të nevojshme. Aktualisht në vend operojnë 6 institucione publike për të moshuarit. Sipas shërbimit social, kërkesat për akomodim janë në rritje. Në 2024 ishin 332 dhe në vitin 2025 priten të jenë 335. Megjithatë, dërgimi prindërve në shtëpi përkujdesje ende mbetet një tabu sociale, edhe pse numrat nga viti në vit po rriten. Shërbimi në azilet shtetërore ofrohet falas nga buxheti i shtetit, por a mjaftojnë 254 milion lek? Kushtet në këto institucione shtetërore jo pak herë mungojnë. Mungesat vijnë nga stafi kualifikuar tek asistenca shëndetësore, por edhe në disa raste në kushtet më minimale, siç është ushqimi i dur. Ky shërbim ka nevojë urgjente jo vetëm për fonde dhe për staf, por edhe për dashuri dhe prani.